Në plan të pultit në Dugaqin është sjellur sezoni turistik I cili përkoi dhe me hapjen e bujtinës së parë në këtë zonë. Plani është një nga perlat më të bukura të veriut shqiptar. Problemi të zonë mbetet amortizimi I rrugës. Ish banor të zonës I bën thirrje shtetit që të kthejë vëmendjen nga pulti. Ato theksojnë se vetë banorët janë detyruar të mirëmbajnë rrugën, ndërsa problem mbetet edhe energjia elektrike. Nuk mundem me anashkaluar faktin se na kena bën shumë orë më arë për në Shkodër, që kilometra janë pak. Por është një turp I madh për komplet sistemin të majtë gjashtë kush do të qofshin ata, gjithë ata që kanë marrë rrogat nga taksapaguesit shqiptar dhe kanë lënë rrugën e Dugaqinit me shku në këtë zhenje. Nëse kanë sa do pak nërgjegje, padyshim që duhet të njihen të tërprum para Dugaqinësve dhe para gjithë atyne taksapaguesve që me kontributin e tyne sigurojnë punën e tyne, sigurojnë ajrin e kondicionum dhe kushtet luksoze. Duhet që ta kuptojnë një herë mirë që këta njerëz kanë nevojë për shërbim. Pra, ky popull I ka pëmsu ata që t'i përfaqësojnë. Pra, duhet politikanët, njerëzit e institucionet t'ju shërbejnë taksapaguesve. Sepse këta janë taksapagues, janë njerëz që me munë dhe me njerëz sakrifikojnë dhe bajnë diçka. Kur munohen me bajnë diçka, e shoh se ka sulme dhe nuk I lanë, janë shtetit part ata që nuk I lanë me ndërtu, nuk I lanë me punu, nuk I lanë me jetu, kështu që do të ishte shumë mirë me kanë një plan veprimit shumë I qartë që me I lehtësu, mos me pas burokracina, me pas institucionet këtu, komuna, me pas autoritetin e duhur, mos me pas nevojë për çdo gjë me shku në Shkodër, me shku larg, me bën gjithë atë mundat sakrificë për me ndërtu diçka që ai diçka që ndërtohet vlen për të gjithë. Pra, kjo është e mira për bashkë. I bëj thirrje shtetit, inshallah do nxohet ide sa kanë nis ton ka pak edhe shteti I fjepove në ndurin rrugën me nani musa dhe pak me dritat, pak me rrugën, atë s'po realizohet tjetër vetëm rrugën po dona se rrugën e dritat. Drita ke? Ka me lëvizje, por me të thënë drejtën nuk ose janë fort kesh për me vendin si është, adin se... Mua rruga më dytë më mirë se kur erdha para një viti, ndoshta mirë mbajtje, ha? Po, kanë mirë mbajtje, kanë pak, me të thënë drejtën, pak bashkia, jo, pak shumicën e ka bo populli vetë, adin kanë lanë dikush pak, dikush shumë, dikush si mas mundësive dhe... Në zonë vjen edhe mungesat tjera të theksuara në shërbime bazike si shkolla, qendra shëndetësore e tjerë, mungese këto që kanë bërë domosdoshme largimin dhe braktisjen e pultit.